Allahu Azza wa Jall sa herë që e ka përmendur njerëzit që shpenzojnë rrugën e Zotit subhanahu wa taala dhe thotë se çdo gjë që jep në rrugën e Allahut ai e zëvendëson atë. Yukhlifu. Në ajetin tjetër, dhe ata cilët japin rrugën e Allahut, ata si shemja se kokrës që ti e mbjell dhe mbi 7 kallin. Nga ato 7 kallin, çdo kalli ka 100 kokra. Dhe Zoti ia shton atij që do pa masa, Zoti është bujar i madh i gjithdijshëm. Përmend Imam Ibn Kathir rahimahullah dhe të tjerë përveç mufasirinëve dhe thonë që shikoni se si Zoti subhanahu wa taala e shton nga bujaria e tij pa mas atij që ai do dhe nuk e jep këtë në këmbim se ti dhe apo ti mund të themi ti bëjmë qefi vetes ti e mashallah ti je bujar i madh. Jo. Por Allahu Azza wa Jall të dha aty shumë fishin e asaj që ti mendoje se mund të kthehesh tek Zoti subhanahu wa taala. Prandaj njeriu duhet të përqendrohet tek tekstet e Kuranit, të shembullit të bujarisë dhe fjalët e profetit alayhi salatu wasalam. Prandaj dhe thot pejgamberi sa herë që lind dielli, me lajket thon o Zot jepi atij që jep dhe ngushtoja rrezikun atij që nuk jep.